këto mund të shikojnë vetë çdo qytetar. Është rritur e ardhura, rroga e tyre nga 21 deri në 25-ën, 20% më sipër. Pra do duhet që pagat e qytetarëve të rriteshin të paktën 20% për të ndetur të barabartë në fuqi blerëse. Ndërkohë që në 5 vite, unë nuk besoj se pagat mesatarisht gjithmonë flas, janë rritur me 20%. Në fakt dhe shifrat na tregojnë që janë rritur shumë më pak, janë rreth 16-17%. Pra që këtu fillon që në shifrat zyrtare ne kemi një 3-4% diferencë mangut në dëm të qytetarit. Nëse do të faktorizojmë edhe çmimet e shitjes së apartamenteve apo dhe të qirave, sepse një pjesë e mirë e qytetarëve jetojnë me qira, ose të duan të marrin një kredi për të bërë një apartament, atëherë nga 17% rritja shkon në mbi 40%. Dhe kemi një diferencë shumë herë më të madhe ku mund të themi që qytetarët shqiptarë në këto 5 vite në fuqinë blerëse janë varfruar mbi 15% krahasimisht. Pra, e thënë ndryshe, për të njëjtën pagë që ti merrje, përpara 5 viteve kishe 15% më shumë fuqi blerëse. Tani e kemë më pak. E vërtet është. Ne jemi mësuar që fillon sezoni turistik edhe themi fillon rënja e euros, po vinë turistët, kështu na ndodh çdo verë. Këtë vit në fakt ka shkuar në minimumin që nuk e kemi patur monedën europiane, gati 92 lek. Në të vërtet ju ngrini dhe pyetje në studim, ku vjen forca e lekut? Si forcohet leku në këtë situatë në vend? Vërtet nga kjo ardhje turistësh apo çfarë? Shiko, po të bësh llogaritë matematike, nuk rezulton që 3 faktorët që jep dhe Banka e Shqipërisë dhe qeveria që janë remitancat, pra paratë që janë emigrantët, turizmi, turistët e huaj që vinë dhe investimet e huaja që vinë kryesisht në euro, të jenë faktorët që ndikojnë në uljen e euros në këtë raport me lekun. Sepse një cikël i këtill do duhet ta kishim akoma tek 100-105 lekëshi, nëse pra 1000-1050 lekë raportin euro me 1 euro për lek. Ndërkohë që kemi 920 vjetra ose 92.2, 92.3 më zgaboj. Po, aty luat, 92.2.3 luan këtë ditë. E vetmja arsye që ty të çon në këtë përfundim është nëse ke një grumbull të tjerë parash në qarkullim, euro, pra, që është ajo pjesa gri e cila e zbut akoma dhe më shumë këtë raport. Dhe kjo vërtetohet dhe nga fakti që vetëm në 5 vitet e fundit, Banka Qendrore jonë, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë 2 herë në treg, në 2025 të rroqi rreth 730 milionë euro, pra bleu nga tregu, pikërisht dhe i futën në rezervat valutore të huaja tonat, pikërisht për të balancuar këtë raport. Ka bërë dhe një gjë të këtillë të ngjashme rreth 3 vite më parë, në total rreth 1.6-1.7 miliard euro që i ka tërhequr. Dhe prap jemi në raportin 1 euro 92 diçka. Sepse ne mbingopim tregun me paran kesh. Kjo tregon që paraja e cila është në qarkullim për te burimeve zyrtare që vjen në Shqipëri është me një sasi të konsiderueshme, aq sa që nuk arrin të japi efekt dhe ndërhyrja, efektin e pritshëm dhe ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë në miliarda euro të tërhequra. Dhe për sa kohë që ne të vazhdojmë të kemi këtë para informale e cila furnizon në një farë mënyrë dhe sektor kyç të ekonomisë, si ndërtimi, atëherë do vazhdojmë të kemi këtë lloj raporti dhe duke qenë se këtë e kemi pothuajse gjatë gjithë vitit, kur vjen momenti i sezonit turistik që shtohet pikërisht fluksi i turistëve, po edhe fluksi i remitancëve, migrantët kthehen kryesisht për familjet e tyre, atëherë në farë mënyrë kjo është ajo pjesa e ujit që e derdh gotën plotësisht. Nëse nuk do të kishim pjesën e paras gri, ardhja e parave nga remitancës dhe e parave që vinë nga turistët nuk do ta çonte në këtë raport zhvlerësimi euro dhe leku, po do të kishim një raport goxha më të mirë, do të kishim 99-100 ndoshta akoma raportin sot. Parashikimet tuaja janë që do të jetë ky raport i lekut me monedhën europiane, pra do të vijojë ky trend apo duhet kemi parasysh 2 faktorë. E para, gjëja e parë që duhet bërë është luftë e fortë në informalitetit, madje luftë e ashpër dhe egër për ta ndaluar në maksimum informalitetin dhe paran e zezë dhe paran gri. Nga ana tjetër, ne kemi tashmë mjaftueshëm para euro, në rastin konkret të futura tashmë në tregun tonë. Do ishte e vështirë që ne të riktheheshim në normat e para 5 viteve në raportin euro dhe lek. Në një farë mënyre, ne do duhet përshtatim. Fatkeqësisht do duhet të jemi në këtë gjendje të navigojmë në këtë gjendje edhe në vitet të cilat do të kemi përpara. Për sa kohë që ekonomia jonë nuk arrin të ketë një strukturë produktiviteti të lartë dhe prodhimi të lartë. Për sa kohë që jemi të bazuar tek ndërtimi
dhe tek shërbimet bazike të turizmit dhe jo tek cilësia e produktivitetit lartë të shërbimit apo sektor të tjerë prodhues të ekonomisë të cilët eksportojnë, do vazhdojmë të kemi një raport të këtill. Ajo që duhet bëjmë është që duhet frenojmë paranë gri dhe paranë e pisit, pikërisht që mos u zhytur akoma dhe më tej, sepse rrezikojmë të shkojmë drejt 90, €1.90, ndoshta edhe më pak saq. Prandaj ka nisur ky trendi i këtij viti, po ka nisur edhe nga vjet që shumë dyqane që produktet e tyre shisnin me euro, shumë hotele që i jepnin dhomat e tyre me hotele në sezon plazhi i jepnin me euro, tashmë po japin me lekun shqiptar kur ti kërkon të shkosh për pushime. Pra janë kthyer tek leku shqiptar sepse është diferenca e madhe mes të dyjave. Eksakt, do filloj një lëvizje balancuese sepse edhe po të shikojmë ritmin e rritjes çmimeve të pasurive të patundshme, kryesisht banesave, edhe Bregdeti që ka qenë në ritmi më i madh i rritjes, ka filluar një frenim të rritjes, po edhe Tirana mbi gjitha, sidomos 6 muaj në parë të vitit, ka pasur një frenim të konsiderueshëm të rritjes. E theksoj është një frenim i rritjes, jo një ulje e çmimeve, sepse njerëzit shpeshherë ngatrojnë këtë gjë. Po nëse përpara në vitin që shkoi, krahasimisht me 24, është rritur me 30 apo 40%, çmimet e banesave dhe pasurive të patundshme, në Tiranë në 6 muaj në parë të vitit është rritur vetëm me 4 apo 5%, pra nga 30 kemi shkuar në 5%. Vërtet është rritje, po nuk është më rritje galopante dhe ky është sinjali i parë pikërisht që po kemi një frenim dhe një kontraktim. Këtu duhet pasur kujdes, sepse kur ka një frenim dhe një kontraktim është si puna e automjetit. Nëse shtypen frenat shumë shpejt, shumë fort, atëherë rrezikon që ne të kemi si pasojë inercisë të kemi një përplasje apo të kemi një shkundje të mirë. Dhe këtu duhet pasur kujdes dhe duhet që roli i shtetit jetë sa më vigjilent dhe sa më monitorues në mënyrë që po të mos ta lënë ekonominë që të shkojnë në përplasje apo në krize të mëdha strukturore. Ky forcimi i lekut dhe dobësim i euro si ka ndikuar për eksportuesit, por edhe për importuesit? Absolutisht eksportuesit i ka shkatruar pothuajse totalisht. Një euro, duke qenë se ato eksportonin kryesisht në vendet që kanë euron si monedhë, një euro e fort krahasimisht me një euro e dobët, më falni, dhe një lek i fort krahasimisht me euron, i ka bërë që ato të rriten kostot në mënyrë të ndjeshme, ato pjesë mirë të kostove i kanë lek, ndërkohë që të ardhurat që ato kanë, çmimet e shitjes ato i kanë euro, të mos jenë më konkurruese për tregjet që ato i ofrojnë këto eksporte, Italia, Austria, Gjermania, dhe kjo gjë ka bërë që ato, sidomos për shembull fasonët, të jenë në një krizë ekzistenciale. Dhe ose do duhet të transformohen dhe të shkojnë të rritën në zinxhirin e vlerës për të prodhuar një produkt me avantazh krahasues, në mënyrë që të ofrojnë një diçka të veçantë për tregun europian, tjetër, ose në këtë model biznesi me këtë raport ato janë të shkatruar. Nga ana tjetër, për importuesit kjo ka qenë një dhuratë e madhe dhe një parajs parash. Ata janë të lumtur të vazhdojë sa më gjatë. Ato do donin të ishte edhe më shumë. Pse? E theksoj edhe një herë, sepse pikërisht jo vetëm që i është ulur kosto nga një ran, sepse i kanë importuar më lirë në thonjza, sepse euro ka qenë me dobët, por nga ana tjetër nuk është se janë ulur çmimet. Dhe ato vetëm se e kanë rritur fitimin e tyre apo normën e tyre. Fitimi i tyre është dy fish, edhe nga rënja e euros, edhe nga qëndrimi i çmimeve. Absolutisht. Pra, mund të themi se jemi edhe në mes të sezonit turistik për gushtin, erëzojmë të mitin që vinë turistët, na forcojnë lekun edhe na zhvlerësohet euro. Padyshim që ato kanë një ndikim, po absolutisht nuk justifikohet ky lloj niveli vetëm me këtë gjë, madje jemi shumë larg të vërtetës me këtë pikë. Mes debatit kishit një pyetje interesante në studim, lekun e forcoi ekonomia reale apo lekun e forcoi ekonomia informale? Kush prevalon, zoti se? Unë përmend edhe pak më parë që ne argumentojmë edhe në studim që në fakt është ekonomia dhe paraja gri, po e quaj unë, në mos e zezë fare, e cila e ka dhënë këtë goditje dhe këtë shtytje të fortë në këtë raport. Ekonomia jonë reale nuk ka ndikuar në këtë raporte ashtu siç pretendohet, për shkak sepse ne nuk kemi struktura të mëdha as inovative, as prodhuese dhe as një nivel të lartë produktiviteti, apo ndryshe cilësi të madhe në atë që ne ofrojmë. Vetëm nëse do kishim këto, do mund të justifikonim me ekonominë reale. Përkundërzi është pikërisht kjo pjesa tjetër që ne institucionet shtetërore nuk flasin apo nuk duan të flasin, e cila ka dhënë këtë ndikimin real në jetën tonë të përditshme. Pra, në këtë debat e bëra këtë pyetje për ta quajtur nuk mund ta bëjmë më se është e shikojmë, nuk mund të jemi më në këtë pikë pyetje, kush nga cila. Tashmë edhe mund ta masim me shifra sepse ka dhëna mjaftueshëm për treguar që ore ka një vrim të zezë që numrat nuk e justifikojnë dot.
Banka e Shqipërisë në rolin që ka në këtë situatë forcimit të lekut edhe dobësimit të euros, por edhe që na thonë të huaj që ne na monitorojnë financiarisht FMN, Bankë Botërore. Shiko, FMN-ja dhe Banka Botërore kanë një rol, përveç të thonë, kanë një rol që kanë qenë të çuditshëm thonjë za në këtë raport. Nga njëra anë janë vërtet shumë të vendosur duke thënë qeverisë se duhet ta luftojë në maksimal pjesën e informalitetit dhe pjesën e ekonomisë gri apo ekonomisë zezë. Nga ana tjetër i kërkojnë Bankës së Shqipërisë të mos ndërhyjë, madje të ndërhyjë mundësisht fare pak për ta lënë të lirë raportin e ndërrimit kursit të këmbimit. Sepse ka dy mënyra si mund ta bësh, ose ta lësh kursin e lirë të këmbimit, ose ta kesh me një target administrativ të caktuar që unë dua ta çoj raportin 1/100 për shembull, dhe banka ka mekanizmat e vet se si ndërhyn. Ose e le të lirë sipas kërkesë ofertës, le të shkojë si të shkojë. Ne kemi zgjedhur të jemi në këto